Zoti Kurti s'ka menu. Po thot, ka tjerë që në më të mirë, se ishte i pa dinitetshëm. Kurti nuk ka dashur me konstitut institucion dhe nuk po don. Ka hapësirë dhe më gjetë. Nashta ka hapësirë dhe mos më gjetë, po ka dhe hapësirë dhe më gjetë. Po s'mune me paragjyku. 60 ditë janë, për momentin të konstituimit të kuvendit janë 60 ditë më marrë me atë. 2 muaj, 2 herë ditë më takuje 120 takime mundën më bo. Nuk kemi vendos kriterë, sepse po të flasim në diçka të tillë, vendosi kriterë sot. Dhe kriteret cilat mund të jenë bllokuese. Po në princip më parim një person i cili ka integritet personal, ka integritet profesional, ka përvojë institucionale, ka përvojë shtetërore, mbrojtësi i kushtetueshmërisë, përfaqësuesi i Kosovës brenda dhe jashtë. Ka të tillë zoti Pashi? Na kemi menuar që të tillë të paktën 5 ose 6 janë në grupin parlamentar të LDK-s. Zoti Kurti s'ka menuar. Po thot, ka tjerë që në më të mirë se sa 120 deputetët e Kuvendit të Republikës, ose 100 deputetët shqiptar të Kuvendit të Republikës, ka tjerë që në hala më të mirë du mi marrë që ata. Le të tregon kush janë ata dhe në rregull jeni. Dhe tash mund të krijohet një precedent tjetër, që të shkohet në gjykat, masi që Kuvendi të ketë një vendim, se për momentin s'ka çka me shku në gjykat. Kur do që ta bëj Kuvendi një vendim, ka me u shku në gjykat, ndoshta piti kuj, dhe gjykata ka me thonë se ka dalë se edhe me presidentin me kritiki kundër kushtetues, ose ka me thonë rregull është kreti janë kushtetuese vazhdoni. Atëherë është material për gjykatë kushtetuese, a çojmë na, a çon PDK-a, a çon AOK-a, a çon avokati i popullit, i nxitur nga organizatorë shoqërisë civile, a kush e çon nuk e di, po mundet me çu dikush, nashta se çon kërkush. Ka vullnet deputetët e LDK-s se ta është çështje strategjike. Ajo është çështje strategjike pastaj. Se cila do të jetë strategjia e LDK-s në këtë pikë, po do këtë është pak. Vlerësimi juaj në aspektin juridik zotri Gashi ka shkelje. Ka material për gjithçka, si për ashtu si për kështu. Opsioni i parë i bashkëpunimit, i thirrjes për bashkëqeverisur nga zoti Kurti, ishte i padinitetshëm. Dhe jo përfaqësues. Para mendon ti LDK-ja 3 ministra dhe zëvendës kryeministri, që sa i kanë minoritetet jo serbe me 8 deputet. LDK-ja 18 deputet. Çfarë logjike ka kjo? A është e dinjitetshme si ofertë? Është ofertë përfaqësuese për LDK-n, për një parti si LDK-ja. Pra, Kurti nuk ka dashur me qeverisë, bashkëqeverisë me LDK-n. Kurti nuk ka dashur me konstitut institucion dhe nuk po don. E ka kap peng Kuvendin dhe po bllokon. Çfarë mekanizmi besimit kemi përveç fjalës që ai nuk e mon? Edhe masi del pi takimit del edhe tallat. Edhe thot miku im, nuk ishte pak për të bëj zëvendësim. Është tallje, nuk është miqësi. Nuk është respekt. Ai është disrespektimi një personi. Me të thonën e ty, pa marrë parasysh që çka bën ti. Me thonë ty nuk është, por ty pak bërë me konë zëvendë si jemi. Po të nëroj ty. Jo, zotni, si jam zëvendë si ytjune. Unë jam përfaqësuesi i LDK-s. Në unë ashtë si mund heq, ku për dina që ka me konë lumirë zëvendës kryeministër. Në ashtë asë në ashtë dënë veç kryetari partisë. Në ashtë dënë as kryetari partisë me nejtë. Në ashtë dënë veç me pru partim për shtetë me ecë. Në ashtë ashtu, pra, pse me boja të punë? Ku mera e drejtë? Pra, ai donë me çdo kusht, me nxit LDK-n me kundërreagu negativisht edhe me çu ku e ka qua AKN dhe PDK-n. Nuk shkojmë aty na. Jo, nuk shkojmë. Na i ofrojmë merri. Hajde merri çojmë çfarë po bën. Merri. Merri çojmë çfarë po bën. Edhe presidentin, edhe kryetarin e Kuvendit, edhe qeverin krejt bashkë me minoritetet, ecni. Pra kemi pa përplasje fizike. Goditje me vezë ndaj kryeministrit. Përplasje fizike në Kuvend, dhe tash çka mbet, me lyp kryeministrin ku është sepse është kryeministër jo kushtetues. Pra ata që e kanë bërë këtë punë, kanë me lyp në përshehër ku është me gjyt nevo. Ku po shkojmë? Po dojmë me bona luftë civile, pse? Për çka? Për interesat politike dhe të pushtetit në individi. Nuk bëhet kjo punë. Ky vend duhet të pas pikuri. Na po do me konë arsye këtij vendit. Na po do me konë arsyeshmëri për me jetu në këtë vend. Boll. Për çka? Këtë po t'i jepëm, çka po don mo? Jo se mos është një hile. E çka më të bënë se është një hile? Që ka një hile. Ha, ku problemi? Ku problemi që është një hile? Cili është problemi? Unë s'po du me qeveris me ty. Se ti s'po du me qeveris me mu në rregull është. Qeveris për zotni. Shkojmë zgjedhje. Nëse o hilja shkojmë zgjedhje në marfajim. Se po më zgjidhet është i pratë punë. Po planifikojnë që prej 7 gushtit deri me 7 shtator me mbajt peng Kuvendin dhe me 7 shtator ose 6 me konstituu Kuvendin. Dhe pastaj mi pas 60 ditë për me zgjedh presidentin. Që vjen me zgjedh presidentin 7 nëntor. Që vjen që kur dështojnë me 7 nëntor me zgjedh presidentin, me ana 45 ditë me shkuën zgjedhje, që vjen me shkuën zgjedhje me 27 dhjetor. Pra për çel interesa politike sipas. Jo interesa politike.
po interesa të parësyeshme shkatërruese për vendin, që i bjen me 27 dhjetor ata planifikojnë që kanë me ardhur 130.000 vota që i kanë hup nga zgjedhjet e kaluara në këto zgjedhje, tash na vin diaspora neve dhe na i bin. Po harrojnë që këtu janë 1 milion kosovarë që votojnë. Po harrojnë që po shkatrojnë jetën e 1 milion kosovarëve, perspektivën e fëmijëve të tyre, për ditëshmërinë e tyre po shkatrojnë. E që ata 1 milion kosovarë, edhe nësa vinë që ata vllazërit tonë, motrat e kushërit e tezët e hallat prej Gjermanie me thonë se kjo është i mirë, me na kallëzu neve çfarë është i mirë, çfarë është i keq, sa 1 milion kosovarë kanë më thonë jo ka dalë. Dhe unë jam i bindur se ky është fillimi i fundit politik të Albin Kurtit. Ashtu që ka qenë fillimi i fundit politik të Hashim Thaçit, mos konsultimi i kuvendit vitin 2014.